Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për zbërthimin e aplikacionit Matrix, që përdorej nga grupet kriminale për aktivitete të palishme pas një operacioni të udhëhequr nga autoritetet franceze, gjermane, holandeze, ato spanjolle dhe lituaneze. Për të folur për këtë temë, ne kemi të ftuar ekspertin për çështjet e sigurisë, zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Zoti Softa, nisur nga ekspertiza juaj si ekspert për çështjet e sigurisë, për çfarë ka funksionuar ky aplikacion dhe si është zbërthyer, i cili duhet thënë se ka qenë një nga aplikacionet më të vështirë për të thyer se sa Sky, ECC dhe Encrochat. Rastësia e kapjes dhe dënimit të një autori ndaj një gazetari holandez bëri të mundur që grupi hetimor të kishte mundësi zbërthen të telefonin e tij dhe nga zbërthimi i telefonit panë që kishte një aplikacion i cili ishte i kodifikuar. Dhe kjo bëri hetuesit që të studiojnë këtë lloj aplikacioni dhe i çojnë në gjurmët e ekzistencës së një aplikacioni të ri, të sofistikuar, me disa telefone të veçantë dhe jo për çdo lloj telefoni, që tregonte prezencën e komunikimit të grupeve kriminale nëpërmjet këtij aplikacioni. Ky aplikacion është përdorur gjërësisht nga një rrjet të caktuar grupesh kriminale me kapacitete financiare të një shkallë të organizimit të lartë, duke menduar sipas tyre që ishte më e pamundur për t'i thyer dhe mund të tepërtuar për komunikimet e tyre, dhe nga ky operacion i policisë së Task Force, duhet kujtojmë që në qershor të vitit 2024 u ngrit një task force pikërisht për këtë lloj sistemi dhe në këtë bënin pjesë disa shtete, përfshirë dhe Lituani. Dhe nga këto operacione të sekuestrimit të 4 serverëve të cilët ndodheshin në Gjermani dhe në Hollandë, patën mundësi të bëjnë arrestime, të paktën janë kapur rreth 970 telefon të kodifikuar, ka rreth 145.000 euro cash dhe rreth diku ke gjysmë milioni euro monedë e kriptuar. Dhe midis të arrestuarve është dhe një lituanez i cili është i moshës 53 vjeçar dhe mendohet që ai mund të jetë pronari i këtij sistemi dhe madje mund të jetë edhe një nga operatorët kryesorë të funksionimit të saj. Këto janë telefona inteligjent, të cilët janë piksel, janë telefon të cilët shiten me një vlerë caktuar, me një aplikacion të para instaluar dhe me një abonim para prak rreth 6 muaj. Shkojnë diku nga 1.000 deri në 2.000 euro dhe jo kushdo mund t'i vejë dhe t'i aktivizoj, sepse pritet që të kesh një ftesë që ti ta bësh dhe ta aplikosh. Pra jo kushdo që mund ta blej, mund të deportoj, për të shmangur mundësinë që mund të bie në duart e strukturave policore dhe mundësia e deportimit pastaj mund të ishte që mund të kishte këto pasojë që sot ne kemi nga kjo task force e ngritur nga këto 4 vende. Kur ka nisur të përdoret ky aplikacion, pasi duhet thënë që Sky, ECC dhe Encrochat përgjatë 5 viteve të fundit kanë qenë ndër më dominantët ndër aplikacionet që përdoren nga grupet kriminale, gjë e cila çoi dhe në zbërthimin e bandës së Elbasanit para pak ditësh si shkak ose si pasojë e zbërthimit të këtyre mesazheve që bëheshin përmes këtij aplikacioni. Aplikacionet të cilat janë përdorur gjërësisht nga grupet kriminale, ato që janë bërë njëra dhe jo vetëm, por që sot struktura e posaçme SPAK në bashkëpunim me struktura të tjera homologe të vendeve të Bashkimit Evropian ka në dispozicion sa më mirë faqe, të cilët janë të dekriptuara, të zbardhura në dispozicion të drejtësisë, ku sot janë ngritur procedime penale dhe ka filluar hetimi për gjithë ata persona të cilët janë përfshirë në këto përgjime, por që indicjet e këtyre përgjime i ndihmojnë ata për të krijuar të dhëna dhe prova për të ndaluar dhe për të shkatruar këto grupe kriminale. Sigurisht që Matrix është një sistem më i ri se sa këto sisteme. Kur këto sisteme ranë, një pjesë e tyre kaloi aty dhe zbulimi i tij për të parë u bë me rastin e vrasjes së këtij gazetari rreth vitit 2021.
Pra është më i vonshëm se aplikacionet tjera ka një protokoll shumë më të sigurt dhe më të ndërlikuar në raport me këto aplikacione dhe është besuar që mundësia e thyrjes dhe depërtimit në ta të ishte e pamundur. Janë përgjuar në një periudhë të shkurtër rreth 1.200.000 mesazhe ku përfshihen të paktën sipas të dhënave të drejtanishme janë 33 gjuhë të përdorura, ku është edhe gjuha prezente dhe gjuha shqipe. Për të parë ky sistem Matrix është bërë në vendin tonë i njohur nga një deklaratë e dëshmitarit apo e bashkëpunëtorit drejtësisë Dumani, i cili ka thënë që këto porosi dhe këta komunikime janë bërë në Matrix, jo në EncroChat. Pra ishte kjo deklarata e parë e dhënë nga një bashkëpunëtor, por që nuk pati dhëna dhe nuk kishte dhëna që tashmë janë në duart e Eurojust apo Europol mbi bazën e një hetimi dhe tashmë dhe thyrjes dhe heqjes nga përdorimi të këtij rrjeti të përdorimit kryesisht ka qenë për Europën juglindore, ku sigurisht përfshihesh në rrjetet shqiptare që organizoheshin dhe vepronin bashkërisht me grupe tjera kriminale, si të zonës së jugut të Italisë, Shqipëria dhe vende tjera, dhe madje nga këto përgjime apo nga këto zbërthime kanë dalë komunikime për të cilët flitet për ngarkesa të jashtëzakonshme droge, të cilët vinin kryesisht nga Spanja në drejtim të portit të Napolit dhe pastaj shpërndarjen dhe qarkullimit tyre në territor. Kështu që këtu kemi edhe shqiptar, por jo vetëm ndoshta pjesë të botës kriminale, po dhe përfshirë dhe persona të tjerë. Sot kemi një njoftim që në mënyrë zyrtare kanë nxjerrë një link tip banneri Europol, duke njoftuar që të gjitha ata persona të cilët kanë përdorur sistemin Matrix të njoftojnë, të komunikojnë nëse ata nuk e kanë përdorur për qëllime kriminale dhe mund ta kenë përdorur për qëllime tjera të privatësisë tyre, në mënyrë të tillë që ta verifikojmë dhe të përjashtojmë ata nga hetimi. Ju përmendët rastin e Dumanit, i cili në dëshminë e tij referuar dosjes së Spakut tregoi se si ishte urdhëruar nga Suel Qela për të eliminuar një nga pronarët e një institucioni privat në Shqipëri dhe ku ishte premtuar një shumë prej 150.000 eurosh, ndërkohë që vetë Dumani kishte kërkuar një shumë prej 200.000 eurosh. Referuar këtij rasti, por edhe zbërthimit fundit të aplikacionit Matrix, me çfarë niveli të kriminalitetit kemi të bëjmë në këtë rast? Është niveli i lartë kriminaliteti, sepse edhe këto telefon për cilën ne po flasim janë telefon të cilët shiten dhe tregtohen nga një vend i caktuar. Nuk mund të jenë telefon që mund gjenden kështu normalisht nga kushdo që qoftë dhe kurreshtar. Pra duhet gjesh linjën, mënyrën për t'i blerë këto telefon dhe kryesisht janë telefon të një kompanie e cila në menaxhimin e saj është me bazë në Maltë. Dhe madje përdoruesi i tyre mendohet që është dhe një bankier që operon dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me origjinë nga Polonia. Prandaj po flasim për grupe të cilët edhe pagesat 1.000 apo 2.000 euro, pagesat i bënin në kriptomoneda. Nuk ishte para në mënyrën që ti porosin një telefon dhe këtë vjen me ato që thamë, me ato kushte. Pra, para seleksionimit pritet një ftesë nga sistemi dhe pastaj ti mund të bësh operativ për të futur në rrjet dhe për të komunikuar. Serveret kanë qenë në 4 servera, të cilët janë identifikuar, janë të bërthyer dhe janë sekuestruar tashmë, duke nxjerrë jashtë përdorimit këtë sistem, që sigurisht në grupe kriminale, të cilët kanë nevojë për mjete e komunikimit. Dhe këto mjete nuk janë brenda një territori, por janë midis territoreve, sepse është transoqeanik edhe e krimi, veçanti droga dhe forta, si kokaina dhe drogat të cilët vinë nga Amerika Latine, dhe këta komunikime patjetër duhet të kenë telefon e para për të mbrojtur dhe e dyta që në rastet e një mundësie e përgjimi kanë pasur një aftësi këta telefon, të cilët nuk kanë pasur vetëm mesazhe, por kanë pasur mundësi edhe video call për të bërë dhe ndiqnin në telefonave edhe transaksionet e tyre që bëhen, ngarkesat që ato bënin. Kështu që kanë qenë në një përdorim më shumë se sa thjesht porosi apo vrasje apo komunikime apo përgjime të cilët kanë zbardhur sigurisht në ngjarje, po këtu po flasim për një komunikim të paktën mendohet që numri i tyre në Europën juglindore të jetë diku ke 8.000 përdorus. Pra duket si elit e krimit.
Po, zoti Softa, a ka gjasa që politikanë të nivelit lartë në Shqipëri, por edhe në Europë ta kenë përdorur këtë aplikacion nisur nga siguria që kishte ky aplikacion, apo ka shërbyer vetëm për grupet kriminale në komunikimin midis tyre? O më parë, kur përmendim politikan, me njëherë quhesh e përjashtuar dhe duket sikur po bëje një sulm politik. Dhe merresh për cilin politikan e ke, apo për cilin politikan do të komunikosh. Po tashmë nuk ka më çudi, sepse faktet siç është rasti i Tyrbes, edhe të tjerë persona, të cilët janë përfshirë në komunikime, në bashkëveprime, në bashkëpunim, duke vënë në dispozicion të grupeve kriminale, jo vetëm si të investuar nga ata, por duke kthyer investimin në infrastrukturën, sikurse thotë dhe zoti Dumani, që ka dhënë informacione të karakterit sekret në dispozicion të grupeve kriminale, atëherë sot nuk ka më shkëputje dhe ndarje midis segmenteve të politikës dhe krimit të organizuar. Se ky krim i organizuar vepron në një territor dhe ky territor patjetër ka elemente sigurisë. Elemente sigurisë do të thotë ndeshësh pafundësisht me institucione ligjzbatuese. Flasim shërbim informativ, policia e shtetit, i cili patjetër ka goxha. Flasim jo vetëm forcat e rendit, po ka policinë kriminale, ka krimin kibernetik, ka mundësinë e përgjimeve të telefonave për shkak të ndryshimeve ligjore që i favorizon mbi një grad saktuar mundësinë e përgjimit të telefonave, qoftë dhe të komunikimit të mobile të zakonshëm që kemi, nuk po themi nivelin për cilin krimi ka avancuar dhe shkon në nivele të tilla, të cilët për të thyer kërkon një nivel të lartë investimi, që sot ekziston këto potenciale në policitë europiane, dhe këto komunikime patjetër nuk kanë nxjerr jashtë edhe politikanë, të cilët në sfond, në mënyrë indirekte apo të drejtë për drejtë përfshirë, janë një potencial i cili do të jetë pjesë e këtij hetimi, sigurisht që mbas këtij encrochatit dhe skajet të zënë më në fund, vjen dhe një aplikacion i ri që do kohën e saj që të jetë në dispozicion të strukturave të posaçme shqiptare. Por bashkëpunimi nuk është se ka munguar, pavarësisht se task forca ishte në 4 shtete, sepse pikërisht aty ishin edhe serverët dhe përqendrimet kryesore për të dhënë goditjen finale të këtij organizimi, të këtij rrjeti, të këtij sistemi komunikimi, që ishte një nga më të vështirët për të thyer edhe nga policitë e këtyre vendeve. Çfarë pritet të sjellë ky aplikacion, pra aplikacioni Matrix, sa i përket panoramës së përgjithshme të funksionimit të grupeve kriminale shqiptare me ato ndërkombëtare? A pritet që të na sjellë një peizazh të plot të funksionimit të grupeve të kriminale shqiptare, lidhjeve të tyre ndërkombëtare, dhe a mendoni se do ta trondisë politikën shqiptare, por qoftë edhe botën kriminale shqiptare, më shumë se sa Sky, ECC dhe Encrochat? Ky është një tjetër dimension. E rrit dimensionin, po e thellon dimensionin. Sepse këtu mendoj ka një nivel më të lartë dhe grupe shumë më të strukturuara të organizuara, të cilët janë marrë me këto trafikimin e lëndëve narkotike. Kryesisht ka qenë në fushën e trafikimit dhe transaksioneve ky aktivitet. Por nuk është se është pak i gjithë ai produkt që sot është në duart e strukturës posaçme. Sigur vetëm ajo do të rëndisë jo themelet, por do të kishte mundësi të shkarkonte vërtet një fortunë mbi disa institucione dhe individ, qoftë dhe struktura politike, por kjo do më shumë kohë se sa koha për cilën janë zgjedhjet parlamentare që janë në maj të 2025. Sepse deri atëherë nuk është se do të kemi diçka që mund të jetë shpejt për të marrë produktin e dal apo të marrë nga strukturat europiane. Por pra aq kohë, kjo do të thotë marrje e informacioneve, përcjellje e tyre, kur nga përgjimet kemi informacione, ku kemi implikime të grupeve që janë me komsi nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe jo vetëm, po dhe vendeve nga Amerika Latine dhe vende tjera nga Azia, që ndërthuren në territore apo me individ me grupe shqiptare. Kjo gjë do të bëjë që të jetë një informacion dhe një hetim i përbashkët pastaj me këto vende. Për shembull, kemi arrestimin në Lituani, patjetër një bashkëpunim i mirë që duhet bëhet midis strukturave europiane task forces me strukturat e Lituanisë. Nëse kemi individ të cilët janë përfshirë brenda dhe janë shqiptar dhe është në gjuhën shqipe, patjetër është kërkuar dhe përkthyes
që të jenë të gjuhës shqipe të besuar, të rekomanduar, që të zbojnë zbardhjen e këtyre përgjimeve të bëra në gjuhën shqipe për ta përkthyer në gjuhën e Bashkimit Evropian, aty ku janë dhe hetuesit që merren me hetimin e produktit të marrë nga 2 miliona e sa mesazhe të marrë në një kohë rekord për 3 muaj. Po, ju e përmendët, Europol ka thyer rreth 2.3 milion mesazhe në 33 gjuhë, ku njëra prej tyre është edhe shqipja. Si do duhet të veprojë dhe procedojë drejtësia shqiptare, konkretisht SPAK-u, për të marrë mesazhet në kohë reale, po themi, ose për vepruar më shpejt, pasi duhet të theksojmë faktin që sa i përket aplikacioneve Sky, ECC dhe EncroChat, mesazhet erdhën me shumë vonesë ose u deshifrua me shumë vonesë, gjë që çojnë në vonesë edhe në veprimet hetimore dhe ato policore më pas për goditjen e bandave kriminale. Shqipëria i ka këto kanale komunikimi, i ka ngritur këto institucione të komunikimit dhe informacionet janë të her pas herë të vazhdueshme. Ne kemi parë që jo vetëm zoti Dumani ka vajtur qoftë deri në Brazil, apo takime ndryshme të cilet nganjëherë nuk janë publike, por kemi edhe ardhen e kryeprokurorës Belgjikës në Tiranë, ku ka patur dhe një takim veçantë me zotin Dumani. Sigurisht janë letër porosit për grupe dhe individ të cilët kanë ndryshime, por jo vetëm kjo, por mund të jenë informacione të dërguara nga strukturat homologe, kur brenda tyre patjetër ka nevojë të thellim të hetimit, sepse mund të kemi ndërthurje, ato që thash më parë, midis personave të përfshirë nga territoret e vendeve të tyre, Belgjika, Franca, Italia, qoftë shqiptarë që veprojnë në këto territore, por që kanë dalë në këto përgjime apo janë thyer këto aplikime dhe kanë komunikuar sigurisht në gjuhën shqipe. Ju si ekspert i çështjeve të sigurisë, si e keni parë operacionin e fundit të SPAK-ut, i cili goditi bandën Elbasanit që drejtohej nga Suel Çela? Është një hap për të përgëzuar, sepse ka goditur një nga bandat më të organizuara dhe më të rrezikshme në vend. Një bandë e cila sipas asaj që unë lexoj, është një bandë e cila ka pasur një lloj mbështetje, edhe politike, edhe nga element të strukturës policore, edhe nga gjyqtarë e tjerë. Ne pam çfarë ajo u bë publike. Sigurisht ka element të sekretet hetimor, ka element të tjerë të cilët nuk edhe kanë kërkuar të mos bëhen publike, por aq sa patëm mundësi të kishim nga këto burime të hapura, pam që jo vetëm të përfshirë gjyqtarë, siç ishte rasti i një gjyqtare e cila tregonte lidhje konfidenciale, por shkonte edhe përtej lidhjeve konfidenciale të korrupsionit dhe shkonte drejt krimit. Fakti që porosiste, kërkonte të eliminonte një gazetar i cili kishte bërë publike aftësitë e saj, korrupsionin e saj dhe kapacitetin e saj në atë sistem drejtësie. Tu flite për një ndërmjetësim midis saj dhe vajzës, tu futej dhe përmendej edhe ajo avokatja, gjyqtarja, e cila pretendon të bënte nënkryetare apo kryetare e trupës hetimit apo trupës gjyqësore në këtë qytet problematik. Dhe këtu bëhet fjala për vlera, makina dhuruara e tjerë, të cilët sigurisht do të vërtetohen me prova dhe hetimet më të ishme para se të kalojnë si procedurë për të kaluar në dosje të mbyllur në proces gjyqësor. Por fakti që është një gjyqtare, fakti që kemi pasur dhe rastin e Kuksit një gjyqtar, fakti që kemi pasur një krye prokuror në Vlorë, fakti që brenda kësaj kemi të arrestuar, fakti që përmendën pavarësisht se sa të vërteta janë apo jo, janë të përdorur apo jo të përdorura, dhe gazetarë janë të përdorur dhe janë në proces të këtyre dosjeve edhe biznesmen dhe personat të cilët janë kërkim, por rasti i Shkodrës tregoi që edhe kur themi janë për kërkim policor, i dyshuari Ibrahim Diçi ishte aty brenda atij rrethimi të vendit të ngjarjes. Dhe askush nuk thot nëse ishte apo jo e vërtet, sepse kanë frikë me sa duket, apo mbrojtja vepron në moment të tilla, qoftë ke prova, në mënyrë e marrjes provës, ose kur nuk duan ta gjejnë dhe themi që është person kërkim në kërkim ndërkombëtar. Dhe jo pak për tyre, rasti i modeleve italiane, kur janë kërkuar për të arrestuar në kërkim ndërkombëtar, personat kanë jetuar diku afër zonës ku ka ndodhur ngjarjet
siç është rasti i Palermos, ku jetonte në një strehim dhe ku deshën 30 vjet, në momentin kaluan disa vite dhe personi shkoi dhe u paraqit në një spital sepse kishte arsye të ngutshme shëndetësore. Pra nga njëherë nuk i gjejmë sepse mund të kemi për rreth, o nuk duam, o nuk i kanë aftësitë dhe kapacitetet, ose niveli i korrupsionit dhe niveli i investimit tyre mbetet i lartë. Aq më tepër ne po flasim për qytete të cilët këto banda apo këto grupe apo këto emra kanë zënë rrënjë, sepse këta kanë zënë rrënjë do të thotë këta jo vetëm që nuk i gjen në ponjza, por këta marrin dhe tendra publik. Këta e mbrojnë dhe drejtues në spitale, në vendet ku ka tendra publik dhe janë gjendë të marrin dhe para publike, përveç po themi krimeve dhe aktivitetet kriminale që ta ushtrojnë. Përkundërzi kanë futur dhe drejtojnë edhe administratën shtetërore. Çfarë emri mund t'i vendosim dhe në çfarë faze është ky lloj krimi i cili zgjedh gjyqtarët siç i do, i përcakton ata në vende drejtuese, orienton gjyqtarët, i blen oficerët e lartë drejtësisë, apo përfshin edhe gazetar brenda strukturës vetë kriminale? I është bërë një pyetje Altin Dumani, drejtuesit Spakut, që a ka mafia shqiptare? Ai është përgjigjur që nuk ekziston termi. Pra, në kodin penal nuk ekziston termi mafia. Por kush është mafia? Ne e dim të gjithë termin dhe përsaktimin e atij termi ligjor, do të thotë mafia. Mafia është kur grupet kriminale bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me politikanë, me antarë drejtësisë, me punonjës të sigurisë, të cilët kanë për detyrë parandalimin dhe arrestimin e personave që ushtrojnë aktivitete të paligjshme. Kur bashkohen pushteti lokal, personat të cilët kanë peshë në pushtetin lokal, tek leja e ndërtimit, tek aplikimet e ndryshme, ke dhënien e fondeve publike, tek oficerët e sigurisë, kur i kemi tek deputetët, të cilët janë në parlament dhe emërohen dhe shkojnë qëllimisht në Komisionin e Sigurisë, dhe madje detyrohen nga ata të mbajnë hapur telefonin për të dëgjuar live çfarë bisedohet, çfarë tema trajtohen, deri në çfarë niveli është një element i sigurisë dhe çfarë trajtohet në këtë komision. Pa gjitha këto, shkojmë drejt atij termi të cilët nuk e kemi në kodin penal, por normalisht kjo quhet mafia dhe kjo nuk ka mundësi ndryshe të thuhet të paktën politikisht për të thënë që kjo po është një mafie e organizuar e cila vjen dhe ngren gjithmonë më shumë në nivelin e saj. Por këtu nuk mund të themi që ata po bëjnë gjithçka, që ata kanë dominimin, që ata dominojnë mbi shtetin, absolutisht jo. Unë vlerësoj strukturën policore, vlerësoj strukturën shtetërore, vlerësoj gjithë të goditje, sepse gjithë të goditje që po pësojnë, si në pastrimin e parave, sa pasuri janë sekuestruar, si në goditjen e bllokimin e pasurive të patundshme, sa pasuri të tilla janë sekuestruar, sa grupe janë goditur, qoftë ky i Elbasanit, pikërisht janë goditur nga këta struktura, si Spaku, Policia e Shtetit dhe bashkëpunimi midis institucioneve. Pra nuk mund të themi që dominon, por është prezent dhe si i tillë patjetër është një problem shqetësues, sepse kjo lidhet edhe me gjeopolitikat, me probleme të ndryshme që po vijnë dhe kur Shqipëria po përballet në sfida të ndryshme, që mund të jenë lufta hibride, që vjen nga Rusia apo nga vende të tjera, ja e pam aktin terroristik në Kosovë, që lufta kundër krimit të organizuar do të jetë shumë më dominante, shumë më e fortë që të minimizojë dhe të forcojë më shumë e para besimin e publikut dhe dyta të ngrenë në nivel më shumë të lartë elementet e sigurisë kombëtare. Zoti Softa, dhe një pyetje e fundit. Cilat janë qytetet ku duhet fokusohet Spaku, edhe pse ju e përmendët pak më parë Shkodrën, ku kemi përplasje të grupeve kriminale dhe një atentat të fundit të para disa ditëve atje ku ende nuk është bërë dhe nuk është zbardhur ngjarja e plot, apo rastin e Durrësit ku grupet kriminale përcaktonin në listën e deputetëve se kush do të ishte kandidati, rasti Jurgis Çyrbjas për shembull. Janë disa zona tashmë të njohura të ngjyra me bojë kuqe për sa i përket shkallës rrezikut. Është Shkodra, është Durrësi, është Elbasani, është Tirana, është Fieri, është Vlora, këto janë zona të njohura. Dhe si tilla her pas here zgjohen. Ajo është si një enë me presion, që ajo momenti që shpërthen her pas here është thjesht shfryrja e këtyre tensioneve të akumuluara brenda aktiviteteve tyre. Po një karakteristikë ka ndodhur që përveç përplasjeve që përfundojnë me atentate, ka dhe raste kur grupet bashkëveprojnë. Dhe ky është një nivel i frikshëm, kur grupet bashkëveprojnë. Dhe ne do të kemi frikë deri në pikën që këta grupe të mos bashkëveprojnë vetëm për krimin dhe për korrupsionin,
urojt mos bashkëpunojnë me armiq tanë jashtë territorit që mund të kenë dhe pagesat stimuluara si strukturët gatshme që mund t'i përdoren pastaj për akte kriminale, për akte terroriste që do të dëmtonin shumë më shumë, po themi qëndrueshmërinë e stabilitetin demokratik të një vendi. Patjetër rreziku i madh janë zgjedhjet, sepse mund të kemi edhe ndërhyrje në zgjedhje, nëse ne sot kemi Çyrbin dhe disa deputet tjerë të zgjedhur nga bota e krimit, uroj që ky numër dominant mos jetë i tillë që të marrë kontrollin dhe të vendosë kush do të jetë drejtori, kush do të jetë ministri, kush do të jetë kryeministri, kush do të jenë strukturët e vera, se pastaj do të thotë që ne kemi humbur betejën. Por deri atëherë na duhet të ngrejmë disa nivele të demokracisë, të paktën politikanët duhet të gjejnë vullnetin dhe kompromisin që të bëhen bashkë për strategjinë dhe sigurinë kombëtare. Duhet të bëhen bashkë për të dhënë më shumë fuqi qytetarit shqiptar, i cili sot s'ka asnjë lloj fuqie përveç votës, të centralizuar, të diktuar nëpërmjet politikave të marrëveshjeve midis palëve, sepse fakti që s'ka referendum, fakti që nuk vendos dot cili mund të jetë deputeti që ai do, e më radhë, është tjetër gjë propaganda politike dhe është tjetër gjë realiteti i një vendi i cili gjithmonë e më tepër po braktisat e shqiptarët dhe gjithmonë e më tepër ka probleme për sa i përket sigurive, siguria publike, siguria shëndetësore, siguria ekonomike, siguria në arsim, siguria në tërësi, pra në gjithë elementet e jetës, sepse siguria nuk është vetëm një luftë ndaj krimit, por siguri e gjithë këto elemente bazik, të cilët krijojnë atë që themi strukturë e qëndrueshme e një familje, strukturë e qëndrueshme e një shoqërie dhe strukturë e qëndrueshme e një shteti. Zoti Softa, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, shkëndijsi. Të dashur shikues, bashkë do të shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.